Ja ku jemi sërish në MAM, përpara se të fillojmë për të prezantuar të ftuar në radhës, unë dua t'ju kujtoj që mbështetësit e këtij emisioni, që është Lajthiza dhe Dino Rios, që janë çdo javë me ne dhe i falenderoj pafund, por gjithashtu dua t'ju falenderoj dhe juve që na ndiqni çdo javë dhe jeni shikues të MAM. Do doja shumë që të shtoheshit në numër sa i përket atyre që bëjnë subscribe në kanalin e MAM, sepse sa më shumë të kemi të tillë, aq më shumë na mësoni për t'u përmirësuar dhe me shumë dëshirë do lexojmë edhe do marrim në konsiderat secilin prej komenteve tuaja, kështu që mos kuroni të bëni subscribe në MAM për të marrë të gjitha njoftimet për emisionet e reja dhe shortset e reja. Vendimi për fëmijët e tjerë në vazhdim, ne prisim një fëmijë tjetër, por jo dy në këtë rast, dhe për mua dhe për ne shumë mirë se në fakt donim 5 fëmijë. Dhe unë doja të bëja disa while I was under 30, pra poshtë 30 vjeç. Ishte ëndra ime, domethënë, por mendova, duke menduar që okay, do bëj një fëmijë tani, një pastaj, nëse më jep Zoti prap një tjetër. Thash, domethënë do më kalojnë 3 vite kështu back to back shtatzani. Dhe thash, kur morëm vesh që ishin dy, thash shqyr se do bëj pak pushim ndërkohë me të drejtën. Të dashura mama ju përshëndes, sot do t'jem me mami Halisën, e cila është mami i 3 fëmijëve, tashmë për një kohë fare të shkurtër. Yes. Erdhi djali i parë dhe më pas do të vinin binjakët, gocat. Si ndjesh tashmë për një kohë fare të shkurtër si mami 3 fëmijëve? Me thënë të drejtën kam shumë mixed emotions, dhe më thënë gëzim, overwhelmed, të gjitha bashkë mund të them. E kishe imagjinuar kështu? Po, jo kaq shpejt, dhe më thënë nuk prisja 3 direkt, por që I'm lucky. Shumë me fat për këtë bekim, se jam e bindur që shumë nëna që po na ndjekin, apo shumë vajzat cilat e duan një bebe, thonë që sikur ti kisha dhe unë, ka dhe kështu, sepse ka nëna që nuk i vinë në kohën që e duan për shembull bebat, edhe ty të kanë ardhur një kohë që ndoshta për ty të zhdukur në atë momente papërshtatshme, por ndërkohë kanë ardhur të gjitha shumë mirë, apo jo? Po, prisnim 2, erdhën 3, po prap çdo gjë me kohën e vet, kështu që it was great. Te i rikthemi pak të parit, si erdhi ai momenti, zbulimi i shtatzanisë, si ka ecur njëkohësisht, lidhja me të dashurin tënd, me bashortin tënd, më trego pak këto të gjitha për të njohur më shumë edhe publikun. Në fakt djali tani është 2 vjeç, sapo bëri, nuk ka shumë, edhe ne prisim djali normalisht. Mund të them çdo rrugtimi gjatë shtatzanisë ka shkuar shumë mirë. Unë vetë nga që jam health coach me profesion, edhe gjatë gjithë kohës unë kam qenë aktive me yoga, pilates, aerial, çdo lloj gjëje. Pra shtatzania ka qenë goxha e mirë, me thënë të drejtën, kam qenë me fat për këtë pjesë, por edhe kam punuar për këtë, sepse unë gjatë gjithë kohës, pra gjithë jetës time jam stërvitur, por edhe gjatë shtatzanisë që më ka ndihmuar shumë dhe me lindjen, që kanë qenë lindje natyrale në rastin tim. Pastaj normalisht nga që fëmia parë, you learn how to do things. Nuk kam qenë shumë tip që isha e fiksuar, pra që duhet lexoja çdo gjë, sepse normalisht vjen gjërat naturally në këtë mes, domethënë duke mësuar, duke parë djalin, çdo rast është ndryshe. Reagimet që do të kishte, por reagimet e trupit tënd gjatë shtatzanisë, sigurisht edhe aty, sepse ti vërtet ke qenë një grua e cila është marrë gjithkohës, siç më the, me ushtrime fizike, ke qenë gjithkohës në lëvizje me trupin tënd, por gjithmonë shtatzania është ndryshe, sepse janë dhe ato frikrat, nëse po i bëj dëm apo jo, përgjithsisht ju jeni kundra kësaj, po ka doktor që thon prit ule pak ritmin e stërviturit gjatë shtatzanisë. Ti e bëre këtë gjë, Alis? Patjetër që po. Domethënë ideja është sepse siç thash, unë jam përveç trajnuar dhe kam mësuar një pjesë të kësaj, dhe ideja është që unë e di maksimumin tim për trupin tim. Dhe asnjëherë nuk do bëja diçka apo një lëvizje që rrezikon mua, apo sidomos fëmijët e mi. Kështu që ka qenë për mua mbase ka qenë moderate, pra lëvizje shumë të thjeshta, sa për mirëmbajtjes, nuk do bëjmë një gjë të madhe gjatë shtatzanisë. Por për të tjerët mbase mund të dukur, wow, what is she doing? Nëse e rrezikshme në të njëjtën kohë. Nuk më njohin, por nuk e kuptojnë domethënë atë që unë njoh vet. Por që patjetër gjithmonë duke ditur pra si ka shkuar shtatzania bashkë me konsultin e doktoreshës në këtë rast, sepse nëse gjatë nuk do më shkonin mirë, patjetër që nuk do ishte fokusi im të stërvitem. Por përderisa gjërat më shkuan mirë,
mirë, unë e kam ndjekur hap pas hapi, pra if things are okay medically, unë jam servitur si që di unë. A u je ushqyer shëndetshëm gjatë kësaj kohe, a ke përzgjedhur një program caktuar edhe sa i përket ushqimit, ëh? Unë jam ushqyer gjithmonë shëndetshëm, me thënë drejtën. Unë në fakt më para kam qenë vegetarian, por këtë radhë më kërkonte trupi mishin dhe normalisht I'm not gonna stop myself. Dhe haja goxha mish piles. Mund të them për ditë që nuk jam unë që të haja aq shumë. Por gjë ka shkuar mirë, me thënë të drejtën. Jam përshtatur sipas, muajt e parë normalisht të gjithë kemi këto siklete, jo throwing. Ke pas të përzjera? Kam pas, por nuk kam vjellur. Nuk e nxjerr. Nuk kam nxjerr asgjë. Vetëm lodhje kam pas shumë. Biles doja të flija gjumë gjatë gjithë kohës edhe më thonte bashorti, what are you doing, se nuk je ti, domethënë si kam si një person si ty, kaq i re, kaq kështu, do të flij gjumë. Sepse jam shtatzën? Nuk e kuptonte pjesën, nga që më njeh më së jam vibrant, energetic dhe nuk i dot. Por normalisht muajt e para tani vet trupi nuk e çfarë të bësh. Pastaj normalisht vjen prapë në vete, domethënë pasi kalon fiton atë energjinë. Po me suplementet, vitaminat, ti ke marrë gjatë zënis apo ke qenë kundër kësaj? Jo, unë i kam marrë, domethënë prenatal si ç'duhen, kur më zhdon ndoshta diçka më tepër mbase hekur, e kam marrë, por diçka që kur të shfaqur nevoja për hekur, sepse mund të jetë edhe një muaj i caktuar, për shembull, mua më shfaqur në muaj të 8 nevoja për hekur. Po, mesin e fundit domethënë. Të tretit pra. Po, aty më shumë domethënë, pastaj çdo gjë ka qenë siç po thënë domethënë në këtë pjesë. A kishe frikë ti nga lindja natyrale? Çuditërisht jo, nuk e di se si, por unë nga që mendoj this worked for me, pra nuk e mora fare lindjen apo gjithë procesin e shtatzanis me frikë. E mora shumë happy, sepse gjithçka që unë doja. Dhe mendoj çfarë i themi trurit ton gjatë gjithë kohës, reflects tek pjesa e fundit që është lindja. Patjetër unë I was wondering, pra a do kem shumë dhimbje, si do ndodhin gjërat e tjerë, por gjithmonë jam munduar të ndaloj veten që të parashikoj gjëra që nuk parashikohen, sepse unë që shumë mirë gjatë shtatzanis, pastaj nuk i diet si mund të jetë pjesa e ke filluar të mendosh pozitivisht pra për këtë gjë. Jam kujdesur gjatë gjithë kohës, pastaj kam thënë në fund nuk kam bërë uzmetin tim, edhe si të shkoj domethënë. Ke menduar që do të bëja a priori epidural? Apo jo? Me thënë drejtën jo, nuk është diçka që unë nuk mund të jam kundër, sepse varet nga çdo shtatzani, por kur të jepet zgjedhja, a choice, natural birth apo nuk po flas për spinalen, po flas për epiduralen. Shika ime, sorry. Po flas për epiduralen, e cila bëhet edhe kur je duke realizuar një lindje natyrale. Unë kam marrë epidural. Jo, nuk e kam marrë. Okej. Po nuk e kam marrë. Në fakt rekomandoj se unë e bëra lindjen me djalin në Amerikë. Më thanë nëse do, it's here, it's available, por unë shiva shumë veten që mos doja të ndjeja çdo gjë mund të them. Pra ti ke bër një lindje tërësisht natyrale. Megjithatë, pasi lindem, si kanë qenë ato momentet pas lindjes së parë? Mendon që ndryshoi plotësisht jeta jote? Si ndryshoi jeta jote? Ke pas ndihmë aso kohë? Patjetër që ndryshoi, domethënë se nuk mund të them që nuk ndryshoi, nga që të sjellësh në jetë një fëmijë, a lot of things change, nuk mund të jetë rutina jote e përditshme. Mund të them isha jo surprise, por normalisht kur vjen një angel, le të themi, në jetë, janë sa gjëra që janë questionable, pra how do I do this, si do ta bëj, domethënë janë shumë gjëra, shumë mendime, domethënë se është prapë një shok, a good shock. Por mendoj që me kohën fillon stabilizohesh, futesh në atë rutinë. Po, edhe djali ka qenë shumë i mbar, me thënë drejtën. Jo se është djali im, por ka qenë me orare, i qetë, nuk është se na kanë bajtëzuar si gocat, në këtë rast. Gocat zgjon njëra tjetrën. Por që ka qenë shumë mirë. Dhe pas pjesën e ndihmës, unë në fakt jam tip që kam dëshirë të bëj gjërat vetë, sepse normalisht të mësohesh vetë se vetë do jeni në fund fare. Në fund të ditës. Por kur filloi puna, pastaj normalisht kam pas ndihmë, domethënë për muajt e para i kam bërë të gjitha vetë me bashkëshortin. Sa kohë ke qëndruar ti me djalin? Je dedikuar plotësisht, le të themi. Tani, unë plotësisht, unë jam dy profesione, domethënë tek puna e parë që jam për diasporën, domethënë këshillta për diasporën, aty kam filluar kur ishte djali 9 muajsh, 9-10 muajsh. Pastaj që bëja tek pra ke marrë leje lindje po, 9 muajsh mu desh patjetër të pakën, dhe ishte pak, domethënë nëse mund të shkoja prapë në kohë, do merja të plotën. E kuptoj. Pastaj tek studio që bëja disa orë, vazhdova, mund të them që
Në Amerikë në fakt vazhdova që javën e dytë, bëja 1-2 orë në javë, se për mua është diçka shumë mentally, pra lëvizja, ndryshimi. Se nuk pati komplikacione, kështu që mund rikthimi ishte krejt normal në pjesën e stërvitjes, le të themi, që ti bëje. Dhe si ka qenë përshtatja jote me ushqimin, me gjirin, njëkohësisht sa kohë e ke mbajtur? Më trego pak për këto. Po, tani gjirin e kam mbajt deri në 9 muajsh, pastaj filloi që më ikte se normalisht ku jemi orë të plota, të shkëputet. Në punë nuk pata mundësi të bëja pumping, sepse është më sado duhet të bërë, nuk e pata mundësi. E ke tentuar? E kam tentuar. Po, e kam tentuar, biles dhe tani e bëj, por prap se prap janë shumë gjërat kombinuar që e bëjnë të vështirë, që ti je shumë consistent. Sepse duhet çdo disa orë, çdo 2-3 orë që të rritet qumshti dhe të jetë qumshti në vazhdim akoma. Si e kujton ti atë moment me djalin? Gjithënjen me të. Very special, sepse është një special bond që mendoj vetëm ne si mama e dim, edhe shumë e vështirë ta shpjegosh një person tjetër që nuk e ka kaluar ta kuptoj vërtet ndjesin. Dhe është diçka vërtet shumë special. Vajmën kur filluan që i dilin dhëmbët, it was painful. Patjetër që po. Ishte e dhimbshme. E dhimbshme, por që domethënë me kohën e vet edhe mësohesh me njëri tjetrin dhe themi, it was okay. A ndjeshe okay ti si grua? Si më trego pak edhe ndjesin si grua gjatë kohës së gjithënjes, së ndryshimet që pate. Nëse kuptoj mirë në shqip në çfarë kuptimi? As a woman. Si grua, po, si ndjeshe ti si grua në momentin që u bëre me fëmijë pas gjithënjes, se të gjitha këto që ndryshimet e trupit, njëkohësisht sado që ti erdhe në formë sepse për shkak të stërvitjes që detyruar që ti bëje edhe për punën. Por gjithsesi trupi ndryshon. Patjetër. Ka ato ndryshimet e veta dhe ti thua do kthehem më si më përpara ndonjëherë. Janë gjithmonë këto pyetjet që i bëjnë. Ndoshta që ndikojnë ndonjëherë edhe në postpartum. Ke pasur ti një periudhë të tillë, Alice? Unë mund të them patjetër kam pas, mund të ketë qenë direkt pas lindjes, sepse shumë gjëra ndryshojnë njëkohësisht, gjumi, jeta ndryshon direkt, se unë kam qenë një person, domethënë dhe jam, por jam shumë pra lëviz, punoj shumë, edhe nga puna e fortë duke bërë pushim, po jo vërtet pushim, si duke marrë me diçka shumë të rëndësishme në jetë, të vjen kjo idea, okay, I'm not worthy, mund të them nga një anë, thënë të drejtën. Kam vlerë, po. Domethënë, jo aq si mund ta them në shqip, jo aq nuk më vjen fjala. Not aq deep, por normalisht shkon në mendje që okay, am I still worthy në kuptimin që se nuk po punoj, po bëj diçka tjetër që është po ajo është, a kam vlerë domethënë akoma unë që fakti që nuk po punoj, por gjithsesi a do shkoj prapa aty ku isha në pjesën e punës së të trupit, me thënë drejtën, dhe pse mua më ka ardhur patjetër nga puna e fortë, nuk është diçka që unë kam bërë palestër për trupin tim. Ka qenë diçka për mendjen time. Se unë kështu çlirohem, domethënë duke bërë aktivitet, duke lëvizur, dancing, yoga, all of this stuff. Me drejt. Pastaj vjen e dyta, që është pjesa e trupit. Por mund të them kjo ka qenë pjesa e parë. Pastaj duke punuar fort me mendjen, domethënë nuk më ka zgjatur shumë. Mund të them 1 muaj, 2 muaj që kjo okay. Si ka qenë rritja e djalit? Ka pasur momente të vështira për ju të dy, shëndeti, si ka ecur, ulje ngritje, u desh 2 vite gati që derisa djali të vinin vajzat pastaj? Po, pak a shumë po. Domethënë 1 vit e pak, le të themi. Po, në tërsinë. Dhe si kanë qenë këto? Kanë qenë okay për ty dhe vendimi pastaj që morët për të shtohemi. Për të provuar sërish. Po, në fakt shqyr të thash, djali ka qenë shumë i mbarë. Dhe si me gjumin, si me shëndetin, si me çdo lloj gjëje në lëvizjen jashtë Shqipërisë, si merrime vete, në avion që shumë e kanë vështirë, ka qenë goxha mirë. Kështu që ka qenë shumë i mbarë dhe këto problemet e vogla nuk është se i kishim, le të themi. Pastaj fëmijë janë, do lëvizin, do bëjnë. Vendimi për fëmijët e tjerë në vazhdim, ne prisim një fëmijë tjetër, po jo 2 në këtë rast, dhe për mua dhe për ne shumë mirë se në fakt donim 5 fëmijë. Dhe unë doja të bëja disa while I was under 30, pra poshtë 30-ave. Ishte ëndra ime, domethënë, por duke menduar që okay, do bëj një fëmijë tani, një pastaj, nëse më jep Zoti prap një tjetër, thash domethënë do më kalojnë 3 vite kështu back to back shtatzani. Dhe thash kur morëm vesh që ishin 2, thash shqyr se do bëj pak pushim ndërkohë, me thënë të drejtën. Por jo, jokes aside, ne
si që thash, donim të dy fëmijë shumë, binjaki ishte goxha a surprise. Ishte surprizë për ju. Po, se unë kam në familje, por normalisht në kota të ershme nuk është se dije gjithmonë sepse nuk jetoni ndonjëherë, po. Gjithmonë. Unë kam pas shumë, po unë nuk e dija këtë gjë. Edhe biles kur bëm vizitë ke doktori për të parë, si shkon, si që muaj parë, thash unë inshallah bëjmë binjak që të mbarojmë punë për momentin dhe it was a joke. Pastaj shkojmë aty në ato doktoresha që dy zemra. Okay, like are you joking? Edhe pastaj morën vesh. Surprise ishe, se normalisht është komplet tjetër me 3, sidomos kur janë under 2 years old. Është komplet tjetër. Por është gjë e bukur, do thoja. Dhe rrugtimi me vajzat si ka qenë për ty? Shtatzania ka ecur mirë? Dhe shtatzania me gocat ka ecur mirë, patjetër tani edhe për mua është diçka e re se sa do shumë ti mund të studiosh me libra, kur ti e bën when you are part of it, dhe e ke vetëm, është shumë gjë tjetër, dhe jo se e mora me frikë, me thënë të drejtën, por e mora me shumë kujdes, sepse është ndryshe nga e para, dhe është ndryshe nga çdo person tjetër, edhe you cannot compare pregnancies. Por shqyr Zoti, çdo gjë ka shkuar mirë. Unë e kam quar deri në fund, le të themi, trimesin e tretë, dhe mund ta çoja edhe më shumë, por nga që gocat janë identical twins, i bie janë në një placentë. Në një placentë kanë qenë të dy, kanë të ndara. Pra çdo gjë e ndajnë, edhe nëse rinin më shumë, pastaj do kishe mund kishte komplikacione, si për gocat si dhe për mua, domethënë në këtë rast. Dhe çfarë bët ju në atë? Kur filluat përgatiteshin ty të erdhën dhimbjet, apo domethënë fillove të përgatitej trupi për lindje, apo jo? Unë e bëra C-section, e bëra me datë. Por nuk kishe filluar të përgatitesh trupi. Domethënë, okay, ne kishim përgatitur këto diaper bags. Po, të gjitha këto, po. Por trupi nuk është se më kaluan dhimbjet, nuk është se my water broke. Okej, nuk plasën ujërat. Jo, ishte thjesht sikur ke lënë një datë për diçka edhe e bën direkt. Por gjatë kësaj periudhe, ti duhet, pra në këtë moment, bëhet, le të themi, një gjilpër që hap mushkritë e bebave, për t'i bërë gati që t'jenë. E bët ju këtë, ja u sugjeruan, zakonisht ndodh tek fëmijët që vinë para në kohë. Po, në fakt ne na sugjeruan doktoresha, por unë në fakt isha shumë skeptiko dhe nuk doja. Unë pyeta vazhdimisht edhe mjek të tjerë dhe disa miq të mjek që unë kam në Spanjë dhe në Amerikë, edhe me thënë të drejtë mund të them shumica më kanë thënë për po. Pra bëje për ta bërë, sepse me binjak normalisht, domethënë zakonisht linin më herët, ke twins apo triplets. Edhe kjo bëhet siç tha dhe vet për mushkritë e fëmijëve që kur të linin herët janë të përgatitur. Por unë që jam pak edhe skeptical për të marr medicaments, si për time, si për fëmijët e mi, isha nuk mund të them kundra, se varet nga rast në rast, por nuk do doja, sepse përderisa mua shtatzania, unë e kam ndjekur dhe vetë me mjekun, domethënë mund të kem bërë më shumë vizita që të sigurohesha, më ka shkuar mirë, edhe nuk kishe ndonjë rrezik që unë të lindja më herët. Thash pse duhet i bëj kur rreziku është shumë i vogël, edhe kur ndërkohë sipas disa studive që unë kam lexuar, por dhe disa mjekë që më kanë thënë Halisa, nëse ti je mirë, there's no need to do it. Unë e mora vendimin bashkë me bashortin, në fakt ai më la mua në dorë gjithë të pjesën, por thash, look, unë njoh trupin tim edhe mendoj që mund ta shtyja. Edhe shqyr Zotit u shty, pra nuk kishin nevoja fare për atë gjilpër. Dhe nëse do e bëja, do ishe kot në këtë rast, sepse there was no need. Dhe shkove në dhomë, pastaj dhe ishte momenti që duhet fillonit nga gjithënja, sepse pastaj ti fillon me gjithënjen me bebin. Tani kishe dy, po. Më trego pak si ka qenë, që besoj që në maternitet e filluat. Po, që në maternitet. Unë që në maternitet. Në fakt, mua që më erdhi gjiri, biles bëja dhe disa, këtu nuk e dija praktikoj në Shqipëri, por në Amerikë na trajnojnë, le të themi, when you're a new mother, se si të nxjerrësh pjesën e kulloshtrës, po. Që të përgatitesh për pak, edhe mua më erdhi direkt shqyr Zotit. Pastaj pjesën e feeding both ishte vështirë, por nga që një prapë të vogla ishte manageable. Tani që janë 2 muaj kanë bërë, it's not manageable. E bën njërë me tjetrën, besoj. Një gjë tjetrën, se nuk ka ndryshe, kam tentuar t'i bëj të dyja, domethënë, por më shumë është lodhje dhe nuk rinë as rehat. Nuk rinë rahat, me thënë drejtën, se duket shumë bukur në filma apo në YouTube, por kur e bën vet, edhe kam marrë atë jastikun gjasme që it's helpful.
No, it doesn't work. Nuk e bën dot. Jo, nuk e bën. Me gjumë më the që keni halle këto ko. Po, deri tani zero si që shikon në fytyrë. Po, jo, duke shumë mirë se tani nuk tregon gjë, po gjithsesi ti e di, shpirti jote e di dhe mendja jote e di në. Të them 2 muaj pa gjumë fare, si unë se dhe bashorti dhe jemi kështu, okay, edhe një natë deri si ka ndikuar kjo psikologjikisht tek ti? Patjetër e vështirë, nuk mund të them ka qenë e thjerë sepse unë deri para një jave çova dhe djalin në kopësht, sepse unë i mbaj fëmijët vet, me thënë drejtën, dhe tani po kërkoj dhe për ndim pak se ndoshta për diçka të vogël do më duhet, domethënë. Edhe ka qenë shumë e lodhshme me 3, sepse edhe djali tani është në atë fazën që ai këta ka pas të dy neve për veten e vet. Është mësuar me attention. Duhet ju ndaj, po. Dhe duhet ju ndaj, pa erdhën 2 gjëra të reja në jetë, kopshti dhe motra, domethënë, dhe pjesa që nuk është gjithë vëmendja tek djali. Edhe kjo ka qenë mrekulli më i madh është akoma sepse sado i mirë dhe i kuptueshëm dhe vërtet është më i madh sa moshën e tij. Ai e kupton dhe shikoj mënyrën e shikimit, në mënyrën e shumë gjërave dhe më vjen I want to cry sometimes. Kështu që e di. Më vjen shumë mirë sa I ka 2 shoqe tani të ngushta, do jenë të 3 bashkë, një moshë për një kohë shumë shkurtër po ti nuk dhe ndjesh fare. Po, por kjo që ikën në kopësht tani e shoh që mërzitet pak, thot mami, është pak e vështirë pjesa e ndarjes. Alisja, dhe ti atë përqafimin e fundit djalit para se ti ke në maternitet. Ajo do t'ishte hera e fundit që ai do t'ishte me I vogli shtëpisë. Po, patjetër. E bën atë? Of course. Qëllim shumë të fort, të ngushtë, bëhet edhe mishi kështu Coca-Cola tani. Po. Ai në fakt pse I vogël e kuptonte se thosha mami, there's 2 babies in here, 2 sisters. Edhe thosha mama bebe. Edhe kuptonte, por edhe tani për shembull që shikoj në marrëdhënie me gocat është shumë I dashur, vërtet. Ka momente që ja fut një shpull. Po patjetër se shumë I vogël, Se jam ty, se ti një është manageable, po jam unë 24/7 me 2, është shumë e vështirë se nuk dua, domethënë, që të angazhohem komplet. Regreset, si kanë qenë për ty regreset? Ka qenë goxha e vështirë, sepse këto ndryshe nga djali, gocat kanë shumë domethënë, mbasi janë edhe goca, nuk e di, por kanë qenë shumë vetëm crying. Po, plus që bashkojnë me njëra tjetrën ato, mbështesin njëra tjetrën në këtë pikë. Po, ka qenë e vështirë, por është kjo pjesa që edhe unë e kam darë mendje, dua të them që I know I'm having twins. Pra janë sa gjëra që nuk mund të pretendosh që për ditë do jetë një ditë e mia, për natë do jetë një natë e mirë. Pra mund kemi natë shumë të mirë, siç kisha dje, që ka flejt goxha gjumë, dhe pastaj të nesërmen që ka ndodhur flejt 0. Kështu që you have to kind of du të adaptohesh që jo çdo natë do jetë e njëjtë, jo çdo ditë do jetë e njëjtë, edhe mendoj në këtë mënyrë mund të punosh me veten të pranosh realitetin. Dhe kështu kam bërë unë që më ka ndihmuar shumë, domethënë. Dhe me thënë të drejtën, çdo ditë që kalon për mua bëhet më e thjeshtë. Më e thjeshtë. Normalisht ti më përmendë pak më përpara që duke nisur nga gjithëbëra le themi e mushkrive të vajzave që ti nuk ke dashur ta bësh edhe je pak larg le themi medikamenteve. Dhe do doja të dija mendimin tënd sa I përket vaksinave njëkohësisht. Ke vijuar në një protokoll normal të djalit e më pas të vajzave apo jo? Me thënë të drejtën, po, e kam vazhduar normalisht sepse në fund të ditës nuk mund të them që jam plotësisht pro, pra kam edhe unë ato mendimet e mia, për shembull, pikë pyetje, por them, domethënë në këtë botë jetojmë në fund të ditës. Domethënë we have to ca gjëra edhe duhet I pranojmë. Nëse është një vaksinë që unë mund ta evitoj, atëherë patjetër që po. Por të paktën këto që janë bazë, që bëjnë fëmijë, domethënë deri në një farë moshe, unë djalja kam bërë biles, kam tani të 2 vjeçarit që do ta bëj çunit, do ja bëj, pastaj në vazhdim do shikoj, se për mua më rëndësishme është kur janë të vegjël, që nuk kanë edhe atë forcën për t'i kaluar të përballuar. Pastaj kur të rriten kanë dhe vendimin e vet, pas edhe unë normalisht ato remedies që mund të bëj do mundohem, por unë ja kam bërë dhe do ja bëj. Nga këtu kalojmë në pjesën shëndetësore. Kur jemi një, nuk kemi ai shumë probleme me imunitetin, jemi të fortë, rritet mirë, pastaj kur vini dyti dhe në këtë rast 3 për ty, fillojnë virozat kapen si pa u kuptuar. Jeni në këtë fazë tani, Alice? Me fëmijët apo me mua? Edhe me ty, normalisht se ty të bie imuniteti, se e di, unë hera parë që më zinte viroza, ishte pasi mbeta shtatzanë se kisha përjetuar ndonjëherë çfarë do të thotë viroz,
në kaq shumë vite, në 30 ca vite jetë, herën e parë e kuptova kur ish pas shtatzanisë, pas lindjes. Kështu për ty, si ka qenë? Me ty, për mua për fëmijë, sepse çuditërisht dhe kjo më ndodhi dhe mua, domethënë mbase se kam kaluar the full chain të virusit, por për shembull këto bezdisjet, veshi, kolla, gjërat e vogla që unë më para nuk i kam kaluar, se vërtet përveç se mbaja veten goxha mirë me remedies, jo me ilaçe, gjithmonë jam munduar, por nuk më kap. Nuk po rezultate. Tani them okay, what's going on? Is it because I'm getting older? Nuk e di çfarë është, domethënë. Është ai imuniteti që na bie. Është paqumësia. Paqumësia, po, domethënë. Por që mund të mirë, nuk kam se të qahem. Pastaj me fëmijët, mirë, vetëm se nga që djali mendoj ka filluar dhe kopësht, kjo është pak a shumë problemi më i madh, sepse kur e kisha në shtëpi para ca kohësh, domethënë shumë shkurt, e dija që nuk është se mund të nuk ishte rreth aq shumë fëmijë që dhe mund të ngjisin ndonjë gjë. Unë pa ta parë për sa kohësh edhe në living ti ke shfaqur disa video në gjatë shkosh të zanis me ushtrimet tua që ti kur ne njerëzit që si jemi marrë ndonjëherë me të tilla gjëra tua mos po rrezikonin çik më shumë se ç'duhet kam dëgjuar me gjithmonë. këtë. E ke lexuar gjithmonë këto komentet, por ndërkohë ti je mësuar me atë gjë, nuk të rishket këmba kollaj. Jo, nuk do bëja diçka që mund të më rishkaste këmba. Domethënë ato që më njohin vërtet e shikojnë, por e dinë që nga që më njohin vërtet e dinë që nuk do bëja një gjë të tilla, asnjëherë sa për views apo sa për social media. Sepse në fund të ditës dua të transmetoj atë energjinë, atë pra një view tjetër të shatzanis, pra nuk është gjithmonë pjesa e lodhje, stresit, pra ka diçka më shumë. So why can't we focus on the positive? Po, tek pjesa pozitive, pra. Pa tjetër embracing, edhe çdo që vjen ndërkohë, por është edhe mirë të shohim atë pjesën pozitive, sepse nëse ti shikon me një anë pozitive, edhe shumë gjëra shkojnë pak më ndryshe. Po e shijon mësin, je lumtur. Yes, domethënë përveç lodhjes, me thënë drejtën, ndjem shumë me fat edhe jam shumë e lumtur, se unë këtë doja. I love kids, jam marrë gjithë jetën me fëmijë edhe biles mbaj mend kur isha e vogël, se jam në fakt kam punuar që e vogël. Edhe prind më kanë futur në punë prindërit që e vogël, te palestra jon, edhe isha fëmijë duke trajnuar fëmijët. Edhe thoja, okay, one day I'll have my own kids, me zi press, edhe është fix, domethënë ajo let me the little dream që unë kam. Ajo që ti ke dashur për jetën tënde. A ke një mesazh për të dhënë nënave përpara se ta mbyllim sot, Arlis? Po, unë do thoja për pjesën e shatzanis dhe pas, please, patience me vetën tënde dhe me fëmijët, sepse çdo gjë do shkojë siç duhet. Mos u streso, domethënë nëse ka diçka që nuk shkon mirë, it's okay, it's gonna pass. Patience, lots of love, edhe just live on with your life. Jetoni edhe shijoje një momentin. Se jeta është shumë e shkurtër, edhe fëmijët rriten like this. Faleminderit që ishe në mamë. Faleminderit. Ne kemi pasur një dashuri të madhe me ish bashortin tim dhe Erusi ka lindur në një dashuri shumë, po shumë e madhe. Dhe nuk kemi ndarë nga mos dashuria, nga tradhtia, nga dhuna. Jo, ne jemi darë në një fazë dashurie shumë të madhe, sidomos pasi u bëm prindër, por që nuk ishim të zot për ta menaxhuar situatën në atë periudhë. Hej mama, në këtë pjesë jam me Rediolën. Faleminderit që ka ardhur në mamë për të ndarë eksperiencën tënde si mami e një djali, sa vjeç shkoj? Bën 7 vjeç. 7 vjeç, po tani. Si ka qenë mëmësia jote, prindërimi yt, që momentin e parë kur ti morë vesh që ishe shtatzan. Më trego pak, Rediol. Atëherë, pikë së pari unë jam shumë e lumtur që jam këtu, sepse është një temë që për mua është shumë emocionale dhe prekem sa herë që flas për këtë temë. Mëmësia si për çdo nën tjetër ka qenë vërtet shumë e bukur, ndjesia që do bësh mami për herë të parë, por që jo për të gjithë vjen e lehtë. Vjen me ulje, me ngritje, për disa më e rëndë, për disa më pak e rëndë, për disa është shumë e bukur. Nga sfidat e jetës në fund fare, që secila prej nesh do i kaloj. E vërtet. Por kur e morë vesh ishte shtatzën, ishte diçka që ju e prisnit, apo ishte
surprizë. Po, e prisja dhe ishte shumë e bukur. Unë kur kam marrë vesh që kam qenë shtatzan nuk kisha gjumë për ditë të tëra. Do më imagjinoja si do ishte, si do ishte gjithë faza e shtatzanis, po edhe lindja. Shkoja përtej çdo gjëje për të imagjinuar. I kalove shpejt ato 9 muaj, shumë shpejt dhe emocioni më i madh ka qenë në momenti që unë kam ndjerë të raurat e zemrës, kur kam bërë ekon e parë. Domethënë aty kam pas rrafje të forta zemre për veten time, por që ai ka qenë një emocion shumë i madh. Dhe shtatzania do të ecte mbar, do kishte momente të vështira. Unë në fakt kam qenë nën peshë në momentin që kam ngelur shtatzan. Kam qenë 37 kg. 37 kg, sa je sot? Jo, se jam shumë, 45. Po kam qenë 37 kg që nuk isha shkuar ndonjëherë. Në fakt vuaja na gjendja ankthit, edhe ndoshta ajo më kishte rënduar pak. Edhe fakti të qenurit edhe nën besoja që do më shpëtonte nga kjo ndjesë e ankthit dhe rezultoi e tillë. Doktorët në fakt kishin dyshime për një mbijetesë të një shtatzanie të shëndetshme, duke qenë që isha shumë nën peshë, por që kisha vetë besimin që doja dilja. Domethënë isha e bindur dhe sikur e shikoja që ishte gjë që do bëhesh dhe nuk shqetësohesha për këtë peshë të ulët. Dhe deri në muaj të 6, mua nuk më zhdukur barku fare. Ndoshta ka që isha edhe pak e vogël me fizik, po edhe pesha, edhe nuk më dukesh fare barku. Në muaj të 6 filloi të më dukej goditjet kishe nisur ti ndjeje. Po, patjetër, po. Pak me vonesë, por që po. Po shkonte çdo gjë mirë. Në muaj të 6 pastaj nuk më mbante dot njeri që mos hapja frigoriferin edhe natën. Vërtet? Po. Kishe shumë uri? 2 vakte i kisha vetëm natën. Në momentin që unë ulesha aja darkën ose drekën, sapo çohesha duke sikur s'kisha ngrënë fare dhe ulesha përsëri. Dhe kam shtuar 25 kg. Mirë. Do po prisja të trupin tim. Jo, 25 kg, po për trupin tim, për fizikun tënd, ishte ndryshim shumë i madh. Ishte ndryshim shumë i madh. Aty fillova të marr formë dhe po ndjej që isha vërtet shtatzan, se në fillim normalisht pak fare shqetësohesh që pse s'po më duket barku. S'dukej fare, por që deri aty isha okay. Pastaj në muaj të 8 më filluan disa probleme. Një gjë vogël. Ke pasur një incident. Po. Në fakt, mua më pëlqente që të gatuaja. Dhe isha hiperaktive gjatë shtatzanisë. Jo aktive, po hiperaktive, shumë fare. Si për punën, si për lëvizjet, si për gatimin, si për gjithçka. Ishe lumtur, po shijoje më pak fjalë. Po, kisha deri diku disa probleme. Në marrëdhënien ku ishe, por ma mbyste pjesa e të ndjerit mame, po që së shpejti do të bësh e mame. Dhe në muaj të 8, gjatë një gatimi me tensione presioni, një pakujdesie imja hapje para kohë sepse kisha shumë uri, edhe shumë neps për atë që po gatuaja, dhe pati një plasje të tenxherës së presionit. Dhe mbaj mend që ka qenë në të qindën e sekondit që ajo përhap në të gjitha muret e kuzhinës. Dhe vetëm kur ndjej pastaj që njeva djegje në bark dhe ishte verë dhe një këmbë komplet ishte e djegur. Dhe isha vetëm me gjyshen e ish-bashortit në shtëpi. Ajo u trem shumë dhe i thash qetësohu sepse jam mirë, nuk ndjeva asnjë gjë. Thash do jetë ndonjë djegje e lehtë. Nuk e di se si, unë gjithmonë jam që kam frikë, por që në atë moment u ruajta qetësi. Dhe mbaj mend pasaj që vjen edhe ish-bashorti dhe shef që përveç se isha e djegur, po fillonte, po ndryshonte lëkura, domethënë djegja duke që nuk ishte e lehtë. Gabim që ne bëjmë të gjithë, të pak më aq informacione, është që ne ta lagim me ujë, ndërkohë që italianët e kanë super të gabuar. Vërtet? Po. Tentova që nuk duhet lagur me ujë. Unë u laga me ujë dhe në momenti që u laga me ujë ajo u bë akoma më keq, të paktën në fazën unë isha djegje në gradë të dytë.
Edhe Po pse nuk duhet ta lagësh, sepse nuk duhet. Nuk duhet. Të paktën italianët kështu thoshin që çfarë duhet të bësh në atë moment? Duhet thjesht ta mbaje fresk me freskuse, po jo lagje në ujë sepse e çonte akoma më keq situatën. Dhe kam shkuar në spital, unë kam jetuar në Itali. Po. Aty ku linda dhe djalin, edhe kemi shkuar tek spitali Monselices dhe provincë Padovës, dhe aty nuk më prekën me dorë kur pan gjendjen që isha. Dhe më çon me ambulancë në Padova. Aty filluan të më trajtonin, më bën mjekime, ishin gjithkohës në kujdes për të parë fëmijë, po rrezikova lindje të parakoshme, rrezikova. Por që më thanë që qetësia që ke ruajtur të ka ndihmuar që mos të realizoj kjo lindje. Është vetëm nga qetësia që ti ke ruajtur. Nëse do kishe pak tone më të larta frike, kjo lindje do kishte ndodhur. Dhe në fakt isha unë që qetësoja të gjithë çuditërisht dhe thoshe rrini të qetë sepse të gjithë mendonin patjetër mua, fëmijën, por doktori tha në gjendje që ti je djegur në gradë të dytë, nëse do ndodhte në fytyrën tënde, do ishe shpërfytyruar. Dhe kaluan 2 javë super të vështira, duke parë dhe duke matur rrahjet e bebit, gjendjen time gjithkohës, me ulje ngritje ato 2 javë, por shkoj mirë. Dhe unë u ktheva në shtëpi. Sa po kalon shumë pak, as 1 javë, filluan disa dhimbje, që menduam që mund të ishin dhimbje të bebit. Por në të vërtet, ishin dhimbje të diçka tjetër. Nisemi për në spital dhe doktori thot nuk janë dhimbje lindje. Dhe mendonin që kisha probleme me zorën, ajo ndoshta më shkaktonte dhimbje gjitha, dhe doktorët nuk është se po e kuptonin gjendjen, sepse me eko nuk është se dallohej gjë. Dhe për fat të mirë, i ka shkuar mendja ish bashortit tim të pyesi doktorët dhe thot mos ka lidhje me veshkat, duke ditur që ai e dinte që unë vuaja dikur nga veshkat. Edhe kisha riprodhim të gurve. Dhe ata në të 100 sekondi thatë, po, ajo duhet të jetë. Nuk e di se si doktorëve mund të shpëtonte ndoshta, sepse organet ishin shumë të spostuara dhe guri nuk dukej. Dhe në momenti që ai tha aty atë vepruan dhe thanë është gur në veshka, edhe ishte gur 8 mm, ishte goxha i madh dhe nuk mund të bënim asnjë gjë në atë fazë. Por përdorëm disa lloje të ndryshme mjekimesh. Ndërto edhe morfinën. Morfina ka qenë e fundit fare sepse ka qenë nga 6 e mëngjesit deri në 4 mbasditë, ata përdorën medikamentet që lejoheshin. Dhe kur vete ora 4 mbasditë që dhimbjet ishin shumë të forta, ata më thonë që nga shtrëngimet e tua të tepërta do dëmtohet fëmia. Dhe kur e kam pyetur që çfarë duhet të bëj, dhe më ka thënë kemi vetëm një zgjidhje, është morfina. Dhe duke ditur atë pak informacion që kemi rreth morfinës në momentin që nuk përballemi gjatë jetës me të, i thash që kjo është e dëmshme apo jo. Më tha po, por shtrëngimet e tua janë po aq të dëmshme sa morfina. Dhe i thash sa muaj sheshe ti në atë moment? Muaj të 8 akoma. Do më brenda këtij të muajit nuk mund të bëje ti një lindje të parakoshme. Kishin frikën e lindjes 8 muajshe. Dhe më thanë që do vendosin morfin dhe i thash a dëmtohet fëmia? Po dëmtohet, tha, po është e njëjti dëmtim sa dhe shtrëngimet. Kështu që e fillove morfinën. Po, e fillova morfinën, mora ish bashortin në telefon dhe i thash të lutem hajde, sepse më thanë që duhet firmosësh që të marrësh përsipër, dhe ai ka qenë momenti më i vështirë dhe mbaj mend që qaja nga cepi në një cep derisa të vinte ai dhe të vendosim ç'a do bënim, ndërkohë që nuk është se kishim shumë zgjedhje. Dhe mbaj mend që qaja me ngashërim, ndërkohë që përjetoja edhe dhimbjet e forta dhe unë mendoj që dhimbjet e veshkave, unë që kam përjetuar në Shtatzani, janë shumë herë më të forta se dhimbjet e lindjes, dhe them o zot, ka qenë me të vërtetë shumë e dhimbshme. Dhe i thash ish bashortin tim, çfarë do bëjmë?
E më tha, zgjidhe ti. Se mund edhe të vendosja të bëja lindje në muaj të 8, por që unë e kisha me shumë frikë, të gjitha i kisha me shumë frikë dhe duhet të vendosja unë. Dhe kam thënë vetëm kaq, Zot, unë do u firmos për morfinën dhe unë e di që ti do bësh më të mirën, se isha dorëzuar. Nëse deri dikur lutesha që të lutem Zot, të ndodhi kjo, të ndodhi ajo, bëj që mos kështu, mos ashtu, ose dhe ishte vetëm një rast kur unë ngrita duar na që thash do të bëj çfarë mendon ti se është më mirë, edhe unë e di që ti do më japësh një zgjidhje. Më vendosëm morfinën në ora 4 mbasdite dhe për 40 minuta arresht, po për një sforcë shumë të madhe nga ana ime që pija një sasi shumë të lartë ujë, ndjeva një çlirim dhe ndjeva që guri doli. Doli? Po. Pas 20 minutash që unë kam vendosur morfinën. Wow. Ndërkohë që mua më thanë që morfina do qëndroj deri në momenti që do jetë guri brenda teje dhe kjo mund zgjasë 1 ditë, 2 ditë, 1 javë. Dhe ishte shumë e frikshme. Dhe mua më ka dalë që... shumë fat i madh. Domethënë unë ndihem e bekuar. Pas 20 minutash ka dalë dhe ata thoshin që jo, duhet të sigurohemi se s'mund ta heqim morfinën sepse dëmtonte nëse nuk kishte dalë guri dhe ta ribënim përsëri. Po. Edhe unë thash, unë e ndjeva, ma besoni që guri ka dalë, sepse nuk mund ta kontrollonim, sepse organit ishin komplet të sërsuara. Edhe thash, ma besoni se unë e ndjej çlirimin në trupin tim. Pritën edhe pak, sepse nuk, sado që ishim duke vëzhguar gjithkohë si duket na ka shpëtuar guri si detaj, dhe e hoqën morfinën dhe unë ndjeva komplet e çliruar. Dhe guri doli. Dhe isha, jam ndjerë shumë e bekuar dhe ishte një gjë sikur më shkundi pastaj për vazhdimësin. Bëra lindje të parakoshme, por gjithsesi ishte një lindje që shkoi mirë. Çfarë më ka ngelur pengë është kur djali lindi, pata një thirrje shumë të madhe në stomak sepse bëra lindje me operacion. Cesariane. Po. Dhe sepse ishte me kokë sipër, me kokë lart. Dhe në momentin që ai filloi të qaj dhe do ma çonin në trup, unë atëherë humba vetdijen. Domethënë mu bë çdo gjë e zezë dhe shikoja vetëm me miza. Ndërkohë që tentoja shumë që t'i mbaja së tapër edhe vetëm të shikoja djalin, po ishte diçka që nuk e kuptova. Po s'u kontrollon dot ti atë. Po. Ndoshta gjithçka që kishte ndodhur deri në atë. Po, ishte edhe një lloj çlirimi, po që. Po. Lindi djali dhe në moment një lumturi shumë e madhe. Të arrija deri aty, më dukesh si një ëndër pas sfidave që kisha kaluar. Në momentin që lindi djali dhe më sollën te krevati, pashi kishte një 2 defekte sipërfaqësore, si në formë nishani ose si një mish të huaj tek veshit e faqet. Ai kishte edhe brenda në sy, po unë nuk e shikoja se syti kishte mbyllur. Dhe ish bashkëshorti tim e thrasin dhe i shpjegojnë diçka që dyshonin. Por që çfarë dyshonin? Ai dyshonin për sindromën Golden Hair. Është një lloj sindrome që ka jo vetëm fizike, që është deformim i fytyrës, i nofullës, i pjesë trupi, por edhe prek anën mendore, domethënë shumë probleme, por që ai ma mbajti të fshet për të mos më rënduar akoma më shumë. Po, se isha shumë e rënduar atë periudhë. Ma mbajti të fshet dhe në fakt e ka marrë vesh jo në një mënyrë shumë të bukur, këtë që dyshohej, sepse ishim në një zënk familjare, edhe më thuhet që shiko se dise që ka djali. Dhe kur pyes çfarë ka djali dhe hap kartelën e djalit për ta lexuar, aty lexon se nuk e kisha kushtuar, isha e përkushtuar vetëm te djali, tipja e gjirit, ndërkohë që italianët mund të bënin gjumë rehat dhe jepnin qumësh formul. Unë isha e fiksuar s'doja të jepja në asnjë moment qumësh formul. Të pak të fillimi sepse thash ças kaloi dhe lindi shumë i vogël. Dhe kur hapa kartelën e tij që ishte dhe lexonte dyshohet për sindromën Golden Hair, nuk e dija se ç'a ishte,
se kisha iden. Momentin që hy në Google edhe shoh, ç'të shoh Orinda, Të shëm bota, mu shem bota, sepse ai duhet ishte në vëzhgim se ne akoma nuk e dinim nëse ishte një fëmijë normal apo jo. Jo mu shem bota, po aty më kapi gjendja e ankthit, e rënduar dhe aty humba komplet. Përfundova dhe në spital, në gjendje të rëndë të ankthi. Isha një javë, a më shumë që unë nuk haja fare, çdo gjë haja unë e vilja. Dhe mbaj mend që më ka thënë pediatra ti do bësh efort për djalin dhe pi vetëm të paktën çajin pjeshke që blihet. Atë pi dhe do kesh shumë është mjaftueshëm. Ai do marrë nga kockat e tua, patjetër, do të dëmtoj ty, po të paktën ti do kesh në gjegjen e qetë. Kështu që ruaj qetësinë sepse fëmia do marrë nga ty. Edhe përfundova në spital me gjendje të rënda ankthi, nuk isha më, e ndjeja që s'isha ma se zonja për djalin tim. Sepse gjendja ankthi më kapte me dridhje trupi, me të vjella, pagjumësi, nervozizëm, qaja gjithë kohës. Dhe në moment të caktuar vjen ish bashorti im, që ai nuk ma lëshoj dorë, në asnjë moment ishte prezent gjatë gjithë kohës, edhe gjatë shtatzanisë, pavarësisht problemeve që kishim, dhe më ka ndenjur krah. Dhe erdhi një moment kur unë isha në spital dhe ai duhet të shkonte të kujdesesh për djalin, vinte në spital tek mua, ndërkohë që e linte me mamin e vet, edhe më tha, shiko, më foli ashpër atë ditë, shiko. Djali tha, mund të ketë gjyshrit afër, mund të ketë mua që jam babi, mund të ketë këdo tjetër, po ai nuk ka nevojë për ne sa ka për ty. Kështu që thirrje mendjes, jepi forca vetes dhe ktheu tek djali se ai po e ndjen shumë mungesën. Edhe më vrau ndërgjegja, shumë, thash, Ridila çfarë po bën? Orinda të besoj ti kisha syt vetëm nga Zoti. Ndonjëherë nuk ndjeja dëshirën edhe për të jetuar. Nuk e di, u shemba totalisht emocionalisht. Dhe me shpresën e Zotit, mora forcë dhe u riktheva diku pas, nuk më kujtohet fiks koha, po një javë kaloj në këtë gjendje më shumë. U riktheva te djali dhe tentova të isha afër tij dhe u ballafaqova me situatën. E di çfarë është një gjë e çuditshme që më kujtohet? Nuk më kujtohet titulli i filmit, para se unë kur isha shtatzan, kur kishte ndodhur dhe djegja dhe gjitha këto, para se të lindja, unë shoh një film me një fëmijë që është me sindromën Golden Hair, pa ai kishte vetëm shenjat fizike. Ndërkohë që ai ishte fëmia më i zgjuar i moshës vet dhe ishte diku në moshën në klasë të parë, në klasë të dytë, diçka e tillë dhe ishte po super i zgjuar. Dhe ndihesh i bullizuar, ndërkohë më vonë afruan shokët, ai pyeste familjen pse unë jam ndryshe, gjitha këto, dhe unë kam qarë dhe nuk më është larguar nga mendja i film, që ç'të të them, domethënë më bësh kokra trupi në momenti që unë e kujtoja. Dhe pastaj bëra lidhjen dhe thash, jo, nuk është rastësi, duke sikur isha përgatitur me një histori më para, nëse momenti që unë i pash fotot në Google dhe googlova për këtë informacion rreth kësaj sindrome, ishte e ngjashme. Dhe ne tani duhet të prisnim, duhet bënim vizita. Dhe sa duhet prisnin ju për të vërtetuar? Të paktën derisa të vinte djali 2 vjeç e gjys, diçka e tillë. Pas ka qenë kohë shumë e gjatë? Shumë e gjatë. Ne futeshim në dhoma eksperimentale për të parë anën mendore, si reagonte fëmia, a do hante, a do ecte, a do betbëzonte, sepse gjithçka lidhesh me atë sindromën. Dhe në mbaj mend që ne shkonim në Padova dhe na fusin në dhomë eksperimentale ku djali qante me orë të tëra, sepse ishte i lodhur na pritja na eksperimente, sepse unë bëra edhe një gjë tjetër. Unë firmosa që leti ishte edhe një rast eksperimental për fëmijët e tjerë. Domethënë më pyete nëse dëshiron ta bësh që të marrim edhe për fëmijët e tjerë të kemi informacione, gjitha unë thash po. Nëse i shërben një fëmijë tjetër, pse jo? Domethënë se djali im ose e ka ose nuk e ka, jam konte Zati, do kalonte. Le të jetë një gjë e mirë për një fëmijë tjetër. Dhe mbaj mend që kam pasur sfida të mëdha dhe atë kohë në spitalin e Padovës, edhe pse doktorët ishin fantastik.
Djali kalonte orë në pritje dhe pa gjumë, nervozizëm, ai merrte frikë dhe kur e shtrihej në krevat për të ndruar panolinën sepse ai mendonte se kur do shtrihesh për të marrë gjak, të bënte vizitat e nevojshme. Mbaj mend kur e mbaja në gjë dhe duhet ishim në errësirë të dy dhe ai çohesh me këto te kokat e trupi komplet dhe në momentin që ai lëvizte duhet ta rifilloni nga fillimi dhe ajo zgjaste 1 orë ca. Dhe kjo mund të ikte gjithë dita kështu. Ishte torturë dhe në një moment të caktuar në një dhomë eksperimentale ku kishte sinjale nga gjitha dhe shikoheshe reagimi i fëmijës, që ishte diku te 1 vjeç o pa bërë 1 vjeç, diçka e tillë. Rezulton që nuk merr reagimet e duhura, domethënë diçka të tillë dhe ata doanin ta shkruanin në kartel dhe unë i them jo, ju e keni shumë gabim, sepse fëmia jeton me mua dhe unë e shoh që fëmia. Çfarë thoshte ndjesia jote si nën? Po sepse ata më përballën me një realitet që unë nuk e kuptoja, sepse unë e kisha 24 me 24, ata e kishin vetëm 1 ditë kur vinte dita e vizitave. Dhe unë e justifikoja djalin që shiko, sepse ai është pa ngrënë, është i lodhur, spitale me njerëz shumë, njerëz që e merrni me kapni me zor sepse duhet të bënin procedurat e duhura, normalisht, dhe ishte shumë e vështirë. Unë në shtëpi e shikoja që ai më reagonte edhe nga balkoni, njerëzit që ishin në largësi, domethënë detaje të vogla dhe unë thash ky është një fëmijë normal, unë e ndjej që është fëmijë sepse i shoh lëvizjet. Ata ma përkthyen si një nën që unë nuk doja ta pranoja. Dhe këtë ma përkthyen edhe kështu edhe familjarët. Dhe më kthyen kundra një moment dhe unë kam bërë debat në mes të spitalit të Padovës sepse unë jam shumë impulsive dhe aty ku mendoj që kam të drejtë dua të ngrej zërin. Dhe ju kam kthyer kundra të gjithë dhe kam thënë mos e shënoni, sepse i bie të njollosni një gjë që nuk është. Duhet fillosh nga para pastaj për të bërë. Të paktën më jepni kohë që ta rishofin, ta provojmë. Ish bashkëshorti im më thoshte të lutem, po lënam, qa janë këto që po bën, ata e di më mirë, ne nuk kemi doktora, se po të ishim ne do ishim në vendin e tyre. Ai teorikisht për këtë gjë kishte të drejtë, por unë si nën që rria 24 orë me fëmijën, unë e dija. Dhe ata e lanë në dyshim, nuk e shkruan përfundimtar, e lanë në dyshim dhe pas gjithë mundimeve, pas gjithë gjërave, ai doli, bëm edhe analizat e gjenetikës dhe gjithçka tjetër, në momentin e caktuar si duheshin sipas kohës, dhe a doli që ishte 1 në kaq milion fëmijë dhe kishte vetëm shenjat fizike. Kishte një kokër në brendësi të syrit, që ai ka problem po është me syze dhe nuk ka problem për këtë. Dhe kishte shenjat fizike që i duken këtu dhe unë do ta bëj shumë shpejt operim që t'ja heq pjesën e syrit, nuk e ngacmoj sepse pse të ngacmoj diçka që nuk e bezdis. Dhe momenti që doli që ishte thjesht fizike, me buzëqeshje se nuk duaj që shpresa jonë është doktori në atë moment dhe nuk doja që po thjesht i dhash dorën dhe thash faleminderit që më besua atë, nuk doja të thosh asnjë fjalë tjetër që pse s'më besua, jo, faleminderit që më besua dhe ma morët parasysh. Dhe shkoj çdo gjë mirë. Pastaj pati doktorët më thanë që je një grua shumë e fortë, një grua që rrallë e shohim në korridoret tona. Sepse ndoshta impulsiviteti im, intuita ime, unë jam artiste, jam piktore, fotografe dhe unë e shoh botën ndryshe dhe shoh grimca të vogla aty kur syri thjesht nuk i sheh. Dhe prandaj kam parë gjithmonë më tej. Kam betësim te intuita ime që nuk më ka gënjur dhe nuk më ka zhgënjur asnjëherë, edhe pse jam përballur me shumë sfida. Dhe do të shkoje e qetë në shtëpi, pas shumë kohësh. Po. Lindën ca probleme prapë me syrin e djalit që në momentin që ai kishte, për shkak të asaj kokre që kishte në sy, ndonjëherë i bëhesh syri sikur kishte gjak brenda, i mbushur dhe kishte acarime gjithkohës dhe ndodhte që mund ta çoja natën në spital dhe duhet prisim doktorën që ishin kastile për atë punë që vinin nga një vend tjetër, sepse nuk hidhin as ilaç, sepse kishin frikë se mos transformohej ndryshe edhe merrte për masa të tjera.
gjëra që unë në jetën reale as nuk i kam dëgjuar, as nuk jam hasur. Domethënë kur mund të hasesha me këto thoshë, çfarë janë këto gjëra që unë nuk e di që ekzistojnë. Por që mësova shumë. Kaloi dhe kjo me sukses sepse do bësh një operim në sy nëse ai do vazhdonte. Ndodhi 2 herë. Thash herën e tretë, zot bëj ti çfarë është më mirë. Nëse është për të bërë operim, le ti ndodhi. Nëse jo, bëj atë që duhet, nuk i ndodhi. Por që përpos të gjitha këtyre vështirësive, kisha dhe një marrëdhënie që po lëkunte. Po shkërmoqe. Dhe isha, mendoje të gjitha këto që përjetoja, dhe pjesa tjetër pastaj që nuk dija ç'a të bëja. Isha si... Nuk isha mbështetje? Emocionalisht? Më duke sikur nuk kuptohesha. Më duke sikur nuk kuptohesha, sikur nuk më kuptonin, sikur unë as vete nuk kuptoja, sepse unë kisha nevojë për një lloj qetësie, jo për më shumë fortuna, sepse po. Nuk është se nuk e gjeja, po më dukesh bosh. Domethënë mua mund të më jepi gjithçka në atë moment, mua më dukej çdo gjë bosh. Unë kur vija kokën jashtë në darkë ndihesha shumë bosh. Dhe u tjetërsova, ndoshta edhe për shkak të problemeve që përjetova dhe kalova, unë kisha një nevojë për një lloj qetësie, mbështetje, jo për një zhurmë më shumë, sepse për të thënë që price ke gabim, doktorët e kanë mirë, për të gjykuar, ndërkohë që ti kishe ndjesi për atë gjë. Përpos kësaj që i kalova, pastaj ishin në marrëdhëniet në familje që nuk po shkonin mirë dhe sepse nuk ishte ju nuk ishte vetëm si çift, pra kishit edhe familjarë të tjerë, besoj, që ndërhynin në këtë. Ne kemi pasur një dashuri të madhe me ish-bashortin tim dhe erës e ka lindur na një dashuri shumë, po shumë e madhe. Dhe nuk kemi ndarë nga mos dashuria, nga tradhtia, nga dhuna. Jo, ne jemi ndarë në një fazë dashurie shumë të madhe, sidomos pasi u bëm prindër, por që nuk ishim të zot për ta menaxhuar situatën në atë periudhë. Dhe kjo na bëj që të shpërbëhet e gjitha ajo që tash më kishte marrë fjalën familje. Dhe ajo ishte një goditje shumë e fortë, që nuk mundëm që ti mbjetonim asaj. E kishit themelet e forta? Mendoja që po, por realisht nuk i kishim. Nuk i kishim, patëm një shkundje të dy. Por që besoj që ishte dhe normale pas gjithë këtyre që kishim kaluar. Stuhive? Të gjitha stuhive, se nuk ishin pak, ishin shumë. Edhe ndërhyrjet e palëve të treta për ne ishin të tepërta dhe na çoi në një shkatrim familje që kjo më dhëmb. Dhe në fakt këtu jam edhe për të prekur këtë pjesën e ndërhyrjeve të palëve të treta. Edhe shumë e rëndësishme që çifti t'ja dalë vetë. Ashtu siç e nis një marrëdhënie vetë, ashtu do shkojë deri në fund vetë, pa ndërhyrje të palëve të tjera. Edhe duket se ne ende në kulturën tonë e kemi në gjak ndërhyrjen. Edhe kur nuk na takon fare të flasim, ja do japim, e kemi gjithmonë një opinion. Edhe kjo ndodh shpesh në familje, dhe ndodh që gra kalojnë edhe postpartum negativ në momentin që kanë ndërhyrje të palëve të tjera. Por, gabimi kryesor këtu është burri. Mendoj unë, të paktën, në të gjithë këtë situatë. Si ashtu, si kundër mund tjetë edhe gruaja në situatat të caktuara që lejon palët e treta të futen në marrëdhënie. Pra, këtu nuk besoj se ka pas fajtor tjetër përveç se ish-bashortit tënd. Në fakt unë mendoj që është faj të dyve, sepse ne ishim në një marrëdhënie së bashku, nuk ishte vetëm ai ose vetëm unë, dhe nuk mund t'ja lëfajmë vetëm atij. Palët e treta patjetër unë nuk i vë në faj, sepse është logjika është kjo, unë nuk jam martuar me askën tjetër, unë jam martuar me ty. Dhe ti me mua. Por që thjesht nuk e menaxhuam siç duhet. E di ndonjëherë çfarë mendoj Orinda, që ndarjet në momentin e duhur në situata të tilla mund të ketë ribashkime më të forta.
Dhe ajo që unë mendoj që gabova është që duhet isha shkëputur para se të thërmoj çdo gjë. Nëse do e kisha lënë pa u thërmuar çdo gjë, që të kishte vend për rregullim, prandaj ndihem edhe pak fajtore, mund të kishte hapësirë edhe për rregullime, por shkuam deri në atë pikë sa u njollos çdo gjë, sepse ndërkohë që ne mendonim sikur po tentonim, po provonim, ne po shkatronim më shumë. Jo, e mban mend në çfarë periudhe ke qenë? A e mban mend sa vulnerabël ke qenë? Se unë këtë nuk mund ta pranoj nga nënat që të fajsojnë veten për disa momente që fizikisht janë dhe mendërisht, psiqikisht janë vulnerabël. Janë vulnerabël edhe personat që janë afër e kanë për detyrë të jenë aty për ne pa kushte. Pa kushte. Është pak e çuditshme se deri më sot mua më kanë thënë që një nga problemet e tua më të mëdha Rediola është që ti mundosh të justifikosh të tjerët. Por jo, unë mendoj që nuk jam në këpucët e tjetrit për të kuptuar pse ai vendim, pse ajo zgjidhje. Sepse në një moment të caktuar mendoj, po nëse do isha unë në vend të ti, si do kisha vepruar? Po sikur të kisha vepruar po njësoj. Gabim do bëja. Patjetër, do bëja gabim. Por që them që për aq kohë sa janë në një marrëdhënie të dy, unë e zgjodha për atë që është dhe ai më zgjodhi për atë që jam, duhet të gjenim të dy një zgjidhje dhe mendoj që për këtë ndarje fajtor jemi të dy. Dgjoj, në një marrëdhënie, në një sherr, gjithmonë ka dy bashkësherr. Pra janë patjetër dy. Por do e luajnë tangon të dy. Okay, se nuk mund ta luajnë ndryshe. Por duke parë situatën dhe gjendjen që ti ishe, dhe më thënë që në momentin e shtatzanisë, nuk po flasim që diçka erdhi krejt papritur pas 2 vitesh, kur ju diktuat që kishte diçka që nuk shkonte, dhe gjatë tyre 2 viteve ju ishit... E di pse e ndjej pak veten fajtore, sepse nuk të thash një detaj të vogël. Problemet tona kanë filluar që në njohjen tonë. Dhe mua nuk më detyroi njeri që të rria më zor në atë marrëdhënie. Ishte zgjedhja ime dhe prandaj ndihem fajtore. Nuk erdhe me kalimin e kohës. Këto probleme që ne na çuan në ndarje, këto u hasën që në fillim. Pse mos ta bëj veten fajtore në një farë mënyre? Pra, atë që ti do thuash është që nuk mund t'i ndryshojmë njerëzit, edhe t'i pikturojmë ashtu siç duam ne. Ja, unë mund të pikturoj faqen time të librit dhe të jetës time, po në asnjë moment faqet e të tjerëve. Dhe erdhe në Shqipëri? Erdha në Shqipëri. Mora djalin, preferoja të meja vetëm dorën e djalit, një valixhe dore dhe të vija në Shqipëri. Asnjë gjë tjetër. Nga zero. Nga zero. Të ka ndihmuar me djalin profesioni, pra, do thënë e ke ushtruar me të, sepse është ajo koha e çmuar dhe zhvillimore njëkohësisht, sepse piktura është pjesë e programit të zhvillimit edhe për çdo fëmijë. Po, ne na kanë ndihmuar të dyve. Kur unë kam patur fazat e mëparshme, unë pata një bllokim në piktura, nuk e prekja me dorë fare. Në momentin që u riktheva në Shqipëri dhe vendosa të rikthehem profesionit, po, pati një çlirim dhe një shërim. Unë besoj fort që arti shëron. Dhe më shëroi jo vetëm mua, po edhe një fëmijë të vogël, sepse djali e ka përjetuar. Djali e ka kuptuar që në vogëliqe kur u shkëputëm. Kur ai ka qarë ditën e parë në aeroport, kur ne jemi larguar, ai sikur e ndjente që nuk ishte për një udhëtim, se ne nuk ishim larguar asnjëherë. Ishte pa bërë 3 vjeç. Ne jemi larguar në maj, ai në korrik bënte 3 vjeç. Dhe ka qarë shumë dhe ndihem fajtore për shumë gjëra. Më është dashur t'i them që jemi të ndarë në një moshë 3 vjeç e pak. Sepse mbi ngarkesa bën të vetën. Dhe në një moment të caktuar, që unë isha shumë e mbi ngarkuar nga gjithçka tjetër, djali më thotë, "Oma, dua ti kite babi, më ka marrë malli për babin, domethënë ti më gënjen babi", sepse ai fliste me tjatin në kamerë dhe kuptonte që nuk ishte gjithkohës në punë, si kisha thënë unë, po punon larg, ai shikonte që është në shtëpi dhe ai nuk fliste. Ishte 3 vjeç dhe e mbante për brenda. Dhe mua kjo sot e kësaj dite nuk i jap dot shpjegim. Dhe ai thotë që, "Oma, ti më gënjen, babi nuk është në punë, babi është në shtëpi, unë dua të shkoj të babi, dua të takoj babin." U ballafoqova me të gjithë këtë dhe i them,
Unë jam darë nga babi, po a them me tone të larta. Babi do jetoj në Itali, ne do jetojmë në Shqipëri. Me babin do shkosh kur të ketë pushime. Kështu që më lë rahat, ti them, dhe në momentet caktuar dhe ai u step, nuk foli, ju mbushën syt me lot. Dhe unë fillova të qaj dhe thashore Diola, çfarë po bën? Ai është thjesht 3 vjeç, 3 vjeç, por që ma besoj që s'do ta bëja kur të isha në këtë situatë që jam tani, po isha super e mbingarkuar. E them o Zot më fal, dhe pse unë fal vetes time s'doja fal asnjëherë shumë gjëra, sepse më është dashur të ngre ndonjëherë zërin, ti flas nga mbingarkesa e tepër sepse kam pas një presion shumë të madh. Dhe kur më thotë që fillova të qaj, qava shumë, nuk pushoja, dhe e di qa bërja jo Rinda. Për çfarë? Më fshiu lotët dhe më tha, mami, mos u mërzi. Jo, më pyeti njerë që qa është ndarje, tha. Qa do thot ndarje? E ndarë, tha, nuk kuptoj una, se si e thoshte diçka do t'idh me zërin e vetë. Edhe unë i shpjegova, kur 2 njerëz nuk shkoj mirë, shu, dhe ai më fshiu lotët dhe më tha, mirë, mami, mos u mërziti. Unë do shkoj te babi kur të kem pushimet. Edhe do rri me ty. Mua si kur mu letësua gjithçka, gjë që unë po e mbaja për brënda që si duhet sile me këtë fëmijë, si duhet ta mësoj, si duhet ta edukoj, çfarë duhet t'i them. Unë kisha bërë 1000 plane në kokën time dhe erdhi ashtu papritur. Ishe frikë t'ja tregoje, pra. Shumë frikë, do më kisha frikë, do më gjykonte, sa frikëra kam, mua s'më zinte gjumin ato, kam pasur një presion shumë të madh. Sepse isha gjithkohë a do e bëj mirë, a do e bëj mirë, a do edukoj mirë, sepse koha pasaj filloi të ishte e kufizuar për djalin. Mbi të gjitha kur fillova të punoj për veten time dhe mos të pasuroj të tjerë, por të pasuroj veten time, si shpirtërisht, si ekonomikisht, si emocionalisht. Dhe në atë momente ai u rrit. Dhe ka pasur vetëm një moment të dytë, kur ai për një tek të vetën më tha, unë dua t'i këtë jetoj me babi, nuk dua t'i jetoj me ty, dhe ka qenë diku te 4 vjeç. Sa frikë e madhe, besoj, nga kjo çast. Por unë mendova se aty e humba djalin. Se normalisht gjëja para që më shkoi në mendje është e kam fajin vetë, sepse ai ka mbajtur mbi supet e tij të vogla një peshë shumë të madhe të kësaj periudhe. Dhe aty thash e humba, sepse nuk e dija dhe reagimin e palës tjetër. Se thash, në rast që djali do kërkoj, unë nuk jam aq e fort dhe imponuese të themi jo. Unë jam gati, nga ato nëse djali thotë unë dua të jetoj atje, duhet shkoj atje, unë e lë të lirë. Dhe i them që, po mami, pa merak, do të bëj valizhen gati dhe ti do shkosh ti tosh me babin, se po e kërkonte me ngulm. Edhe ruajta qetësinë, as nuk qava, as ishte ndjeva veten shumë të fortë. Edhe marr tjatin e vet me kamer dhe i them që shiko, djali do të vi të jetoj me ty. Edhe unë i thash po, mund të vi të jetoj. Edhe ai pyeti, sepse është njëri shumë i zgjuar, jo më kot e zgjodha pjesë tjetës time pavarësisht rrethanave, dhe i tha, më thuaj pak babit pse vendose që të jetosh me babin, dhe ai tregoi për tekën e vet që unë as nuk e mbaj mend sot, që mami nuk ma plotson edhe nuk do dhe unë dua të vi te ty. Dhe ai me një maturitet dhe zgjuarsi shumë të madhe i thotë, pse ti mendon që babi do ta plotësoj, ndërkohë që kjo është shumë e gabuar? Jo. Ti mund të vish tek babi të jetosh, babi nuk të thotë jo në asnjë moment që do duash të jetosh me babin, dhe pse unë do preferoja të ishe më shumë afër mami, sepse mami e bën më së miri punën si nën, por që as babi nuk do ta plotësonte atë gjë dhe do vepronte njësoj si mami. Dhe unë aty kuptova një njeri shumë më shumë se sa thjesht baba. Kuptova në ana tjetër njëri që do ta kisha për krah. Sepse ishte faza sa po isha larguar. Dhe kuptova me kalimin e kohës që pavarësisht se ne nuk binim dakord për shumë gjëra, në sy të djalit ne ishim dakord. Ne, marrëdhënia e mirë na filloi pasi u ndam, dhe kjo erdhi jo e përgatitur, erdhi natyrale. Dhe unë për këtë jam shumë e bekuar, sepse ndikoj në formimin e djalit, dhe djali është rritur pak para kohe, Orinda. E ndjej që është rritur para kohe, sepse nuk ishte si fëmijët e tjerë që të qante për lodra. Ai ishte nga të fëmijët që e kuptoi situatën, dhe kur s'kisha mundësi ekonomike, sepse kam qenë pak kokfor që nuk pranoja ndim as në familje. Fleni bashkë?
Unë kam pak që i kam shkëputur, në fakt, ne flinim bashkë, unë kam pas shumë të vështirë pjesën e shkëputjes. Unë mendoja që ne do flinim gjithkohës bashkë, por që e kuptova që ishte e vështirë sepse ai ishte shumë i lidhur me mua. Dhe momenti që mua më duhej të largohej dhe për punë, ose për ndonjë dalje, ndonjë gjë, dhe ai më priste si me ankth zgjuar. Në një moment të caktuar që unë ika për arsye pune jashtë Tiranës dhe më duhej të flija jashtë, sepse mundësirat e punës janë të shumta, por unë kam zgjedhur të bëj punë që i të jem afër djalit. Dhe kam preferuar më mirë një ekonomi të vogël dhe të mirë se sa diçka shumë më shumë, por larg djalit dhe të ndikoj tek djali. Por ka pasur faza që jam detyruar të punoj dhe ditën e ditëlindjes së tij dhe unë jam përballur me fjalinë që unë babi nuk e kam, nuk të kam dhe ty në ditëlindje, ndërkohë që s'kam mundur ta bëj pushim atë ditë. Jam detyruar të punoj të paktën gjysdite. Fjalë që mua më kanë peshuar. Ai ndoshta s'do t'i mbaj mend, por mua më kanë peshuar dhe unë përpiqem çdo ditë mbi të gjitha jo t'i plotësoj kushte, po të jem një nënë e mirë dhe e denj për të. Në këtë 7 vjetor, çfarë do i dhuroje ti si mami? Unë në fakt kam përgatitur një poezi për të. Jo poezi, por një ese. Dhe unë e di që ai do ta dëgjoj pas nesër kur të rritet. Dhe dua t'ja lë të dokumentuar. Këtë dua t'i dhuroj. Kam bërë një shkrim nëse më lejon. Po, me shumë dëshirë. Për ty birë. Ka fjalë që nuk dalin dot me zë. Ka dhimbje që nuk duken dot në ekran. Por sot, para shumë njerëzve, kam zgjedhur të flas për ty. Ti erdhe në këtë botë nga një dashuri shumë e madhe. Një dashuri ndonse nuk mbjetoj la pas dhuratën më të shenjtë që unë do të kem ndonjëherë. Ty. Ti ishe i dritë në një kohë kur gjithçka tjetër ishte mjergull. Kur ishe vetëm 3 vjeç, jeta na vuri përballë një ndarje që unë kurse kisha imagjinuar për ty. Dhe po, më dhëmb. Më dhëm që nuk munda të jap një shtëpi me 2 prindër që rrim bashkë në të njëjtën tryezë çdo natë. Por unë dhe babi yt luftuam dhe do të luftojmë që ti të mos e ndjesh të boshllëk. Të paktën do përpiqemi që të dish se dashuria nuk ikën vetëm se format e saj ndryshojnë. U larguam, filluam gjithçka nga e para. Unë, ti, një valixhe dore dhe një botë e panjohur për ne. Ishte dashuria jote, jo mosha jote ajo që më ngriti në këmbë dhe më bëri të rinis një jetë nga e para vetëm me ty. Ti u rrit e para kohe, jo me lodra, por me ndjenja. Jo me tekat e fëmijëve, por me heshtjen e atyre që kuptojnë gjithçka. Nuk je fëmijë si të tjerët. Ti nuk kërkon, ti kupton. Nuk më mërzit, ti më mbron, ti më lehtëson. Je fëmijë, por shpirtin e ke më të madh se jeta. Unë nuk linda thjesht një fëmijë, por me lindjen tënde lindi dhe një version i ri i vetes time. Kur ti je rritur dhe të dëgjosh të fjalim, dua të dish që të kërkoj nga thellësia e zemrës falje, dhe pse veten s'do ta fal kur. Për peshën e rëndë që mban mbi supet e tua të vogla, që ke mbajtur dhe që e di shumë mirë që do ta mbash përsëri. Që nuk jam thjesht krenari që të kam birë, por jam e bekuar. Ti je forca ime, je prova ime që dashuria shpëton, shëron dhe triumfon. Për mua, ëngjëjt nuk zbresin nga qielli, por lindin dhe këtu në tokë, dhe ëngjëlli im ka emrin tënd birë, Eros. Të dua birë i mami, të dua për te çdo dhimbje, kohe e kufiri, mami. Jam e bindur që ai do e mbaj në zemër këtë kujtim tëndin. Unë besoj që ti ja shpreh dashurinë pafund çdo ditë. Mundohem të kem një kohë cilësore me të. Cila është frika jote më e madhe? Frika ime më e madhe. Por të them të vërtetën, është e çuditshme, por unë tani nuk kam më frikë nga asnjë gjë. Unë jam përballur me shumë gjëra dhe kuptoj që çdo gjë thjesht do kohën e vet dhe është e kalueshme.
Dhe kam besim në Zot. Dhe për aq kohë sa kam besim në Zot, kam filluar dhe të dua veten, të respektoj veten, të respektoj njerëzit që kam rreth e përqar vetes, të tregoj kufijt dhe kë dua të fus për te kufirit ose të jetë matan kufirit. Të vazhdosh jetën me një tjetër burr, me një tjetër dashuri, pasi ke pësuar një ndarje. Është shumë e vështirë. Unë mendoj që dashurit, kush kam mbijetuar dashurive që është në brezin tim, edhe akoma më të rritur në mosh, i kam mbijetuar dhe bravo i qoftja dolën. Kush nuk i kam mbijetuar dhe kërkon të rinis diçka tjetër, më duket e vështirë. Nëse do arrijet nëse ti do bësh kompromis me tjetrin ose me veten. Dhe nuk më ka ardhur ky moment. Çfarë do i thoje mamit, një mami që është në këpucët e tua sot? Sfida ka gjithandej dhe jam për të gjithë. Mos më shumë, mos më pak, po për këdo janë. Jam dakord që njerëzit i përjetojnë në mënyra dhe forma të ndryshme, nuk jemi të njëjtë. Por nëse nuk ngrihesh ti në këmbë dhe të zgjatësh dorën vetes tënde, mos prit ta bëj dikush tjetër. Për fat të keq, sa më shumë të dobët të shohin, aq më shumë të dobët do të cilësojnë dhe nuk do të marrin Nuk të japin dorën, nuk të jep dorën kollaj njëri. Nuk të japin dorën askush. Duhet bëhesh ti fort për veten tënde, për fëmijën tënd, por një gjë që unë nuk do ta justifikoja është që të sakrifikojnë lumturinë e tyre për hatër të diçkaje tjetër. Mund të jem edhe egoiste, por nuk do ta sakrifikoja lumturinë dhe mirëqenien time as për hatër të një fëmie. Sepse nëse unë nuk do jem e lumtur, nuk do jetë as ai fëmijë. Kanë pa koncept të gabuar femrat e sotme, shumica, sepse unë jam hasur dhe pas emisionit që kam marrë pjesë si nën e vetme me një fëmijë, më kanë kontaktuar shumë vajza dhe unë kam dhënë mbështetje në shumë vajza, si në Shqipëri, si në Kosovë, si në vajza shqiptare që jetonin jashtë, dhe kemi bërë biseda të gjata telefonike, një detaj që nuk ta thash, dhe ndërkohë që unë mendoja si kur shëroja ato, sepse ju jepja dhe i këshilloja, ndërkohë që nuk e di ku e gjeja forcën për tjerët, se për vete, po akoma nuk po rigjeja veten, unë kuptova që mund t'ja dalim. Dhe More forcë nga historitë. Dhe ky zëri që unë dua të jap sot nuk është vetëm për veten time, që të dëgjoj veten time, se në radh fare bëj për veten time, por edhe të dëgjojnë të tjerët. Nuk është e lehtë të ringrihesh, është raskapitje, është lodhje, është të heqësh dorë nga shumë gjëra, të shkatërrosh muret e rahatis të dhomës ku qëndron, të shkatrosh me forcë zinxhirat që të mbajnë peng nga e kaluara, por që janë kostot e diçkaje për të ringritur dhe thjesht mos qëndron në vend. Një jetë, unë kam pas thënë gjithmonë, një jetë kam, nuk kam disa jeta që t'i ndaj, dikujt i fal. Këtë po e bëj kështu, këtë po e bëj ashtu. Jo, unë kam një jetë dhe dua ta jetoj me shpirtin dhe me zemrën plot. Faleminderit që ishe në mam. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve.